na për me mush sigurinë tonë nacionale, nuk do të me pa pjesërisht. Cila është pjesërisht? Për përgjigjen tonë e kushtrim të lutëm ndoshta nuk pja marrë hakun e kohës edhe kolegëve tjerë. Sepse u përmenda, edhe kesh kuptova, nuk ke dja me qëllim, a pa qëllim. Ju qashtu e kesh kuptova, ose se kuptove heq. Ju qashtu e the, po jo gjirime qka the. Na jemi shumë mirë se na kanë shqit gjetëllim e këtyne. Siguria Nacionale e Republikës Kosovës varet jo krye këput, po në masën e 90% apo 80% mos ta prejmë. Edhe në disponimin, që Gjermania thot na du të me nisë me hargju pare, ma shumë në mbrojtjen tone, edhe me lutë Francën me na bo mburojnë nukleare. E kush jem na? Unë nuk thash tash, na e kena bo FSK-n tonë, e kena bo Këshillin e Sigurisë, e kena qup me këtë qeverin në 250 milion, i kena ble një 2-3 drona, 4-5 tenka, 7-8 autoblinda, tash kokë mira atë, falinderit Amerikë s'kena nevoj për ndihmën tone. Nuk kene kuptova ato. Qka desh ta them, nuk qëndron, sepse nuk mendoj që politika tona të sigurisë nacionale janë edhe naive, janë dashakësia, edhe janë me intens, me qëllim, mi prish punt me aleatin ton kryesor Amerikën. Se as nuk janë qash budall, as kanë qëllim të til, edhe e din që kështu nuk ban pa Amerikën. A e kemi qartë tani? Unë mendoj që Blerimi u mundu mu sharu edhe... Që Amerika quhet me ta trajnu FSK-n, me bo marrëveshje strategjike me ty, me ta trajnu AKI-n, me ta trajnu Këshillin Sigurisë. Gashi duke zgjatë shumë. Edhe një duke zgjatë. Po, 15 minuta e duke folë. Harrove, urdhro, Matoshi. Blerim, unë e ti njo pikpomje ty. Unë e di që ti, si Blerim Gash, unë e di që ti nuk e lajthit. Me thonë asë një herë që ka puna vynë Amerika. Unë e këto s'pe diskutojmë bile. Po problemi është që edhe unë e ti nuk vendosëm për marrëdhëniet me Amerikën, Blerim. Vendos qeveria vendit. Qeveria Albin Kurtit marrëdhëniet me Amerikën i ka të këshia, Blerim. Që tonë duhet me thonë. Për arsye se qëve sot është gati 2 muaj mas zgjedhjeve në Kosovë. Është 4 muaj gati mas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asë një sinjal me Blerim se kije nuk po don hiç me mu marrë me ty. Matoshi, tani nëse sinjalet nuk duhet t'i paragjykojmë, se sinjalet për gjithë Evropën janë pikpyetje për Amerikën. Se kemi një Amerikë tjetër tani. Shiko, problemi është që gjithë Evropa mund me pësu prej sinjaleve trumpiste, veç Kosova, jo, bili jam shumë optimist. Në po, Amerikë, Kosovë, kur në historitë njerëzimin më optimist nuk qenë. Po ajo çështje nuk lëviz Bosnjë që e foli pon veja. Nuk lëviz buroja amerikane për Kosovën. Nuk lëviz njoja. Nuk kthehet me Serbia, hiç në bekitud neve për gjithmonë. Hiç jau shqiptarëve Serbin për zgjedhjeve. Mos del tuli majmuni me fitu zgjedhje në emër të Serbisë në Kosovë. Tu është Serbi. Për fat keq derisa është e hapur çështja